أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me këto mexhilise në këtë kopsht të burrave të devotshëm, i përgatitur nga një prej dietarëve të mëdhenj të Islamit, i cili me këtë trashëgimi të tij akademike kalon një pasuri të madhe pas vete, nga e cila pasuri prej ditës që e kalon e deri më sot shekuj me radh, përfiton ummeti islam përgjithësi, po edhe na si xhamat i Shkupit në veçanti dhe gjithë ata që e ndjekin këtë serial të gjëratave nëpërmes internetit në përgjithësi. Jemi në librin Riyadus Salihin, vepër e njërit prej imamëve të mëdhej, Imam Neveviut rahimahullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat i ndriçon besimtarit udhëtimin e tij drejt Allahut subhanahu wa taala. Edhe sot jemi në hadithin 664 me radhë që nga fillimi i librit, hadithi i dytë në këtë kapitull, ku Imam Neveviu rahimahullahu taala thotë: وعن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم متفق عليه. نرفن عبد الله إبيري عمرت إبيري خطابت radiallahu anhuma, Allahu qoftë i kënaqur për këta të dytë, edhe birit edhe babës, dhe thot: kur i jepnim besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ta ndëgjuar dhe për t'ju bind atij, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na thoshte neve në gjërat që mund t'i bëni. Këtë hadith e transmeton Buhariu dhe Muslimi në dy sahihat e tyre. Në këtë mësime dhe porosi që dalin nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jemi ndalë stacion pas stacioni, duke i zbërthy këtë porosi brenda këtij hadithit, me të vetmin qëllim që të kuptojmë se atë që neve në mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me të vërtet ka një thellësi të madhe intelektuale, edhe është një pasuri e jashtëzakonshme për të cilën kemi nevojë vazhdimisht ne si besimtar. Dhe jemi tek pjesa e sqarimit të kujdesit dhe dhemshurisë dhe përdallësës që kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndaj besimtarëve në të gjitha udhëzimet e tij. Edhe në këtë rast u pa qartë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja kishte gajle besimtarëve, jo vetëm në momentin kur ata i japin besën, por edhe pas këtij momenti, cili është takati dhe cila është mundësia e tyre për me izbatu këto urna dhe udhëzimet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dietarët musliman janë mundu me sqaru këtë mesele dhe kanë thonë: butësia dhe mëshira e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndaj robërve të Allahu dhul xhelal, ndaj besimtarëve, shifet në të gjitha urdhrat dhe ndaresat e tija, dhe të gjitha këto detyra dhe obligime
janë brenda suazave të mundësive të njerëzve. Dhe të gjitha këto detyra dhe obligime nuk e ngarkojnë njeriu për te mundësive që ka. Andaj i ka urdhëruar me namaz, i ka urdhëruar me agjërim, mirë po edhe namazi, edhe agjërimi kanë rregullat e lehtësimit në momente kur bëhet vështirë falja dhe agjërimi. Për shembull, udhëtari, momenti që ai lëviz dhe nuk është në vendin e tij, i lehtësohen namazi. Namazet që janë 4 rekate shkurtohen bën 2. Namazet që është obligim me i falë në kohën e vet, lehtësohet mu falë 2 namaze për një kohë. Dreka me iqinin dhe akshami me yatsin, ose e falë kohën e drekës, ose në kohën e iqinis, ose e falë kohën e akshamit, ose e falë kohën e yatsis, si pas rrethonave në cilën ti gjindesh dhe janë malet për ty. E njëjtë është edhe me agjërimin. Agjëron Ramazanin si detyrë dhe obligim kur je në vendin tanë. Mirë po je i sëmur, e kompenzon, nuk e agjëron atë ditë, e kompenzon mas Ramazanit. Je udhëtar, ki të drejtë mos me agjëru, e kompenzon kur të kthehesh nga udhëtimi yt. Andaj këto rregulla, të cilat i kemi të qarta tek namazi dhe agjërimi, vlejnë për të gjitha obligimet dhe detyrat që kanë muslimanët. Pastaj në anën tjetër i kemi ndalesat, për shembull në ushqim. Dhe të gjitha ushqimet e ndaluara janë haram konsumimi i tyre në rrethana dhe kushte normale. Mirë po gjendesh në situata të vështira të mbijetesës, atë të gjitha ato ushqime që janë ndaluara lejohen për mbijetesë dhe aq sa të ndihmojnë të mbijetosh në rrethonat e jashtëzakonshme. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar ngrënien e mishit të kafshës së ngordht, softinës që do të thonë. Mirë po jenë mal, edhe s'ke hangër ditë të tëra dhe rizikohet mbijetesa jote, atë të johet me hangër nga mishi ngordhësirës, aq sa të man shpirtin gjallë, aq sa ti do thot mbetesh i gjallë dhe nuk vdes. Thot gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk u ka dhënë detyra dhe obligime muslimanëve përveç se asaj që ata kanë mundësi me e zbatu bile kur janë nxef muslimanët edhe kanë paraqit dëshira që me marë përsipër detyra dhe obligime pak më të rënda se kapaciteti i tyre, u ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kujdes, mos e ngarkoni veten për te mundësive që keni. Merrni ato detyra dhe obligime që mund t'i zbatoni dhe mund të vazhdoni në to. Mos u bëni hovexhi, hove, me hyjime, si që është fatkeqësisht karakteri i shumicës së shqiptarëve sot. Këtë jetën e kanë me hyjime, nxefen edhe marrin një jurish, e marrin një hyjim. Edhe mrin deri diku. Edhe nalën, edhe lodhen, edhe nuk vazhdojnë më. Megjithëse ajo ndalesë ka mundësi me i kthy mas këta të fitore që kanë pasur. Po se kanë gale. Lodhen edhe nuk kanë vullnet me vazhdu. Shifne urtësinë e shariatit, urtësinë e islamit, sikur se ne shqiptarët konkretisht të ishim eduku në këtë frymë që të kemi kontinuitet, vazhdimsi në veprimet tona, të gjitha lëmive, edhe në fe, edhe në arsim, edhe në ekonomi, edhe në politik, edhe në luft, të gjitha mejdanet, sikur se të kishim parasysh këtë rregull, pak e me kontinuitet pandal, është ma mirë se shumë e me hyjim që përfundon shpejt. Na sot do ishim shumë ma mirë sa që jemi na. Edhe do ishim shumë ma nalë se sa që jemi na. E kjo vlenë sidomos për rinin.
për rinin. Duhet ta merr këtë rregull dhe ta implementon në jetën e vet. Të gjitha mejdanet. Edhe namaz natë, edhe në agjerim vullnetar, edhe në sadaka, edhe në lexim të Kur'anit, edhe në lexim të librave, edhe në ibadetet tjera, edhe në kërkimin e diturisë, edhe në pjesëmarrjen e mezhliseve, edhe në punët e dynjas, edhe në shkollimin e vet, të gjitha mejdanet e jetës. Njerë njife vetën tonë dhe kapacitetet tuja. Pastaj ngarkoje vetën tonë me aq sa mundesh me bajt. Iman 10 kg 10 meri. Iman 20 meri. Ama mos e mendo 10 hapat e parë. Mos e mendo kilometrin e parë. Po mendoje gjatësinë e udhës dhe peshën që e marr në shpinë, a mundesh me qu deri te qëllimi ku i të shku. Pse se nuk është qëllimi me majti 50 kg e mos me mujt me bo 500 metra. Po qëllimi është me majt atë peshë të cilën e merr nga vendi ku e ke marr me qu te vendi ku do me mri. Edhe këtë jeta jonë është në këtë rregull e rrethekume. Brenda këtij rregullit është dhe qëndron që na të marrim përsipër detyra dhe obligime të cilat mund me i qunë në qosh, mund me to më arrit në cak, në qëllim. Dhe andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u thekë muslimanëve, si që përmendën, aleikum minal a'mali ma tutikun, merrni përsipër detyra dhe obligime aq sa mundni me bajt. Pse? Fa inna Allaha la yamallu hatta tamallu, se Allahu nuk bezdiset duke i shkujt sevapet e punëve tuja, derisa ju nuk bezdiseni duke i bërë të punë. Çka do të thonë kjo pjesë e hadithit? Se kur ti ngarkohesh shumë, e bën një hujum një natë, qohesh edhe i fal 12 rekate namaz natë. Një saat e gjys falesh. Edhe mo, Allah kerim në motë. Edhe tjetri qohet i ka dalë gjumi i falë 2 rekate edhe bjerë me fletë. Apet nesër përsëri 2 rekate edhe fletë. Përsëri pas nesër. Çdo mbrëmje ose shumicën e netëve qohet ka 2 rekate i falë edhe fletë. Ky veprim i këtij njeriu brenda 365 ditëve të vitit qohet në 200 ditë, 200 net i falë nga 2 rekate, është shumë më i mirë se ai njeri i cili qohet në 10 net e i fal ka 10-20 rekate edhe me aq e përfundon. Pse se matematikisht e thjeshtë. 10 ditë ka 20 rekate i fal 200 rekate. 200 ditë ka 2 rekate i fal 400 rekate. Plus se veprat më të dashura te Allahu janë të vazhdueshmet. Edhe kjo është gjithashtu ajo që e ngrit këtë vepër tënde, e cila është e vogël, po është e vazhdueshme. E tash Allah i madhërishëm t'jep sevape sa bën punë. Ti nëse bën punë rrallë e për mall, as kish probleme, aq Allahu shkon sevape. Nëse ti për çdo natë bën një vepër të mirë, Allahu çdo natë shkon shpërblime për punët e tuaja që i bën. Gjithashtu thënë ulemat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jo rastisht e ka ndalu fanatizmin dhe ekstremizmin. Se fanatizmi dhe ekstremizmi do më thonë hyjim. Do më thonë me marë turr. Që themi në gjuhën e Shkupit me hove. Një herë, me hyjim për një anë, edhe nalesh, edhe hupesh mëse. Edhe andaj ku dallon adhurimi i plakut dhe të rijut në këtë pjesë, se i riju ka hyjime, nxefet, bën zhurr edhe shpejt nalet. Plaku, jo. Atë që e bën e pjek, edhe rrin në atë adhurim vazhdimsi. Kjo nuk është për me bo dallimin mes pleqve dhe trive kush janë më të mirë te Zoti. Po kjo tregon metodologjinë që na duhet me pas parasysh në jetën tonë.
që të marrin përsipër detyra dhe punë dhe të cilave do të rrinë gati. Edhe historia e njerëzimit përgjithësi, historia e Islamit në veçanti, historia e xhallarëve dhe talebeve edhe më në veçanti janë dëshmitari më i mirë kësaj pune. Se ata që i kanë nejtë gati një punës kanë mri nalt. Xhallarët, ulemat janë bo imamat mëdhej se në vazhdimsi nuk janë shkep nga mësimi për çdo ditë. Bile, dita ju ka duk pak sa ka pas ai dashuri edhe nevojë me mësu. Po edhe nxënës si i këtij hoxhës madh, është bon nxënës i dallueshëm edhe pastaj hoxhë i madh, se i kanë ndet mas hoxhës vet edhe i kanë ndet kontinuitet mësimit. Edhe është boj madh. Po edhe mujahidi është boj i njohshëm edhe i madh për shkak të kontinuitetit vazhdimsi në mejdanin e xhihadit. Nuk ka shku një herë me valla unë kryta, jo pa i ka një gati. Çdo herë që ka pas nevojë ummeti islam me shërby, ai ka dalë e ka shërby. Edhe kontinuiteti në veprat e mira i bën të mëdhej, edhe i bën të veçantë të dalluar. Veç kontinuiteti. Ka shumë njerëz të mëdhej në botën islame, në përgjithësi të islame, që kanë pas punë të mëdha, po me hyjim ata kanë rënë hijet historisë. Kur të zesh e shef pas ka kon një alim, një dietar më një kohë shumë i madh, po një kohë të shkurt e pas ka pas hyjimi. Ama ai që ka fillu edhe ka vazhdimisht pa ndal deri në fund, ai ka meti përmendur, edhe emri i tij ka meti pa harru. Ama tjerët kanë me të njëjtë historisë. Fatkeqësisht, këtë çështje një pjesë e madhe e rinjë son nuk do me kuptu. Se një libër për 200 faqeve, nëse çdo ditë lexon ka 5 faqe, do thot ti për 20 ditë, për 40 ditë e sos leximin e atij librit. Ka 5 faqe në ditë me lezu. E 5 faqe në ditë me lezu s'ti merr as 5 minuta. Ama ti për një muaj e gjysë e lexove një libër 200 faqe. Që vjen se brenda vitit ti lexon 6-7 libra. Ama nëse s'lexon me kontinuitet e merr një libër, i lexon 50 faqe, 100 faqe, edhe e lën. Edhe mo kur të kujtohet mas 5-6 muajve, ti mundesh brenda vitit mi krye, mi lezu 2 apo 3 libra. 5 minuta në ditë ta mësoj me lexu 6-7 libra në vit, edhe 1 orë 2 lexim në ditë, po jo të rregullt, ai lexon 2-3 libra si lexon. Edhe andaj na duhet patjetër me ra mas vetes këtë pjesë. Me kriju vetes orar pune, orar aktiviteti. Edhe me qenë disiplinum në atë orar. Do e shohë shtyp bereqetin e punës tonë në jetën tonë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar fanatizmin dhe ekstremizmin, se ato janë hyjyme, shpërthime. Vjen një moment energji edhe bën punë thullafe në mënyrë do të çosh emrin kulmin. Dallon për rrethit, por si ai balloni që fryhet shpejt shumë, boti i madh, po tamam ti mendon se u fry maksimum ai shpërthen. Edhe as ngeri balloni, po as ju pa hajri frymës tone. Kur gjës me pjasaj. Ama puna e vazhdueshme, ajo ka vazhdimisht sjell bereqet. Andaj thojnë ulemat, fa inna shari al-hakim, ligjvënësi i urt, Allahu dhu gjelal, lem jaksut min e tekalifi leti faradha ala ibadihi, al-unfa wal-mashaqqa, Allahu i madhëshëm që është ligjvënësi i urt, me të gjitha detyrat dhe obligime që ja ka caktuar njeriu të robit të tij, nuk e ka patur qëllimin që ti detyron përdhunon ata apo t'u jep ngarkesë atyre. Përkundrazi, do thot Islami kërkon për nesh që adhurimet me të cilat jemi ngarku qëndrohen në kënaqësi për ne.
t'jenë të leta dhe dashura për ne. Andaj sabahi nuk duhesh ti me bo problem për me uqun sabah, e ketë familja me uqun kom, e me ta pas gajla qosh as qosh, po ti me knatësi dhe me padurim me prit vaktin e rrehjes së alarmit të saatit për me uqu, me falë sabahun me knatësi. Jo ti me uqu me falë sabahin për gjëmsh, e nuk din çka ke lezu, e mos me shiju momentin e zgjimit tan nga shtrati, ku ketë njerëzit flen ose një pjesë e madhe e njerëzve flen, e ti qohesh qiyamen li rabbil alamin, qohesh në kam për ta madhnu Allahun dhu xhelal në atë kohë kur shumica e njerëzimit flen. Është ta përjetosh momentin, ta shijosh. Jo na me fëmijët e tonë e kena problem me qenë sabah, se gjithë natën rrim pa flet, para sabahit i mashtron shejtani bin me flet, edhe kur duhet na me qenë sabah, duhet mu bo zhurmë me madhe, grindje e madhe, luft mu bo, edhe ai mu uqu, e me fal një sabah shkele shka, edhe masene nesër me thonë, po uqova be fala. Uqova dhe fale për shka bone se, a e man men që a ki lezu prej Kuranit në të reqatë. Namazi, jo vetëm i sabat, për që namaz është moment i shijimit të knatësis, të komunikimit me Rabbul Alemin. Fatkesisht, shumicës për neve i hum ki moment. Edhe qot mekanikisht, qot mu fal, sa me thonë u fala. Ose del xhami, sa me thonë dola. Gjithë natën ka nejtë pa gjumë. Veç me ta dëshmu ty se unë e muj me bo. Po si e fale sabahun, qka shijove ti në sabah, qfar duaje bone ti për vete, për printe tu e për muslimant, nuk din me të kallëzu. Edhe andaj, edhe kjo punë nuk është një ditë dy, po është jetë në përgjithësi. Na i themi këto këshilla, edhe këto vërejtje, se duam që na të gjithë jemi ma mirë sa që jemi. Kjo nuk do me thonë që s'ka njerëz që e bëjnë kështu namazin sabat. Kjo nuk do me thonë që ka njerëz që e kanë të letë mu qu për sabat edhe pa alarm bile. Jo ka, alhamdulillah, edhe kësi bura ka plot, mirë pa e që na duhet të punojmë për te, është që këtë kultur të brezave të vjetër, të disiplinës në ibadet, të knatësis me ibadet, të shijimit të momentit të ibadetit, të bartën të brezi që vinë pas. Të rinia e cila fatkesisht qefet e veta i ka ma tepër në aktivitete të kësaj bote që një pjesë e madhe e tyre nuk kanë do një vlerë asë për këtë botë. E mos flasim më thonë për jetën ku do të shkojmë na. Normalisht se nga kjo rregull i kujdesit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për muslimant, vjen edhe bartet kjo cilësi, kjo veti edhe tek gjithë hoxhallarët edhe davetxhit. Edhe ata duhet të kenë kujdesin e tyre, mëshirën, butësin, përdëlesën dhe mshurin ndaj xhamatit në përgjithësi e të rive në veçanti. Do të mi marrë me të mirë, e me këshillat të buta, ani pse kanë herë kur kritikon ata i dhnohen, e ju vjen keq, por përgjithësi, ne ala jemi tu i marrë me të mirë, ala jemi tu i folë me këshilla, me gjithse shpeshere, disa gabime që i bëjnë ata, meritojnë me qenë edhe më të ashpër, por vazhdim me e përdor butësin, përdëlesën dhe këshillën e butë me ta, që ata të ndryshojnë dhe të përplotsojnë karakteret një vetë edhe të përmisojnë vetë vetën e tyre. Normalisht, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është shembull jon të gjitha mejdanet edhe këtë mejdan, si që dolin shesh në këtë komunikim që kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me sahabët gjatë kësaj beslidhjeje, kur ata me entuziazmin e madh i thanë ta japim na besën për ndëgjim dhe bindje, e i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fi ma statat, pra
na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se duhet t'i kemi parasysh shumë rrethana të cilat nuk i ka parasysh i riu, të cilat nuk i ka parasysh xhamati, të cilat nuk i ka parasysh ushtari, ati si udhëheqës, si imam, si dietar, si lider, si komandant, i ki parasysh edhe i thu të rivit ka dalë ti, e more këtë detyrë, po kjo është e rëndë për ty, s'mun është mja dhon hakun, mere këtë detyrë, kjo është më e përshtatshme për ty. Këtë detyrë e merr filani që është më i vjetër. Edhe i ndan detyrat, duke pas parasysh kapacitetet e njerëzve që i ki para vete. Allahu Dhul Gjelal i thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, fabima rahmetin min Allahi linta lahu. Nga mshira e Allahu që ta ka dhonë ty o Muhammed, ti e i but me shokt e tu që i ki për rrëth. Ande kur Allahu e lëshon rahmetin e vetë në zemrat tona, atë na kemi butësi edhe mundohemi të jemi të kujdesshëm dhe tjerëve. Për ndryshe, nëse Allahu nuk e lëshon rahmetin e vetë në zemrat tona, atë na jemi arrogant, edhe ashpër, edhe vrash me njerëzit, se kemi gale, ai çka menon për atë që e tham, ai si e kupton atë që sillem unë me te, se më intereson. Kush don, vazhdon me mua, kush nuk don, ne ta thën qafa. Jo, na themi hajde vllaznik të bashk, përmirësohemi, të bëhemi më mirë, të plotësohemi, të korrigjohemi, se këtë na kemi mundësi më u bë më mirë se që jemi. Me kohë që s'kena mundësi, tamam, ama kena mundësi e të japë në maksimumin. Fabima rahmetin min Allahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidha al-qalbi lanfaddu min hawlik, sepse po të ishte ti i vrasht, i ashpër, do të largoheshin njerëzit që i ki për rreth. Shifni Allahu Dhul Gjelal i thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, këtë mëshirë që ta kam dhonë ty, reflekton butësinë tonë ndaj njerëzve. E kjo butësia jote ndaj njerëzve i afron ata te ti. Edhe u mundsohet atyve me ndëgju këshillën tonë. Me paskon të i vrash dhe i ashpër, as kush s'kishte met rreth e përçarkteje. Dhe as kujt s'kishte me pas mundësi mi ia thonë një fjalë apo një këshill. Andaj vazhdon Allahu Dhul Gjelal thot fa'fu anhum wastaghfir lahum, fali ata gabimet dhe sjelljen e gabuar që bëjnë ndaj teje. Wastaghfir lahum, dhe kërkof lutjet dhe lutë Allahun që të va falë atyve gabimet që i bëjnë ndaj Allahut subhanahu wa taala, wa shawirhum fil amr, e që këta që të rinë rreth e përçark, edhe të ndëgjojnë, edhe marrin këshillën tonë, konsultoj ata në vendime që i merrte. Allahu i madhëshëm shife çfarë udhëzimi të mrekullueshëm i jep pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lipe pi Allahut rahmetin e tij vazhdimisht, që ai rahmet reflektohet në komunikimin tanë me shoqërinë. E para, e dyta, komunikimi i butë i afron njerëzit. Vrasësia e jote ndaj tyre i largon ata. E tash këtë komunikim dëbut me njerëzit, përsëri do ketë njerëz që s'kan me kuptu mirë edhe sakt, e ti fali ata, edhe lutë Allahun dua falë atyre gabimin ndaj teje. Po të njëjti që i ki rreth e përçark me këto mangësi dhe dobësi që kanë, ti konsultojnë vendimet tuaja që i merr. Pse? Se çdo vendim i rëndësishëm për zhvillimin e shoqërisë, ku ndërtohet mbi parimin e konsultimit me ta, është më i saktë dhe më i plotë. Përndryshe, të gjitha vendimet që i marrim jetë, në mënyrë të njanshme pa e konsultuar rrethin, ato do kenë mangësi në procesin e zbatimit. Pse kam qenë vendimi i marrë nga një anë. Është mrekulli në ndërtimin e shoqërisë. Edhe andaj që atëherë para 14 shekujve, Allah i madhëshëm e insiston në parimin e konsultimit. Që të gjithë konsultohen me të gjithë, e sidomos të
pa diturit me diturit, të rit me vjetrit, të pa fuqishmit me të fuqishmit. Ata që s'janë ekspert një lëmije me ekspert asaj lëmije. E sikur na të gjithë, se cila shtresë, do e implementon të këtë regull në mënyrë të mirë, s'ka dyshim se zhvillimi jonë do ishte shumë më i mirë edhe në dunjo edhe në ahiret. Dhe normalisht, këto janë karakteristika që neve na mungojnë, edhe kemi nevojë na të stolisemi me to, që komunikimi jonë me rrethin dhe shoqërinë tjetë ma i dobishëm edhe ma frytdhënës për gjithë, edhe për na që flasim dhe këshillojmë, edhe për ata që ndëgjojnë këshillat dhe për tyre përfitojnë. Normalisht kanë mbetë edhe disa pjesë të sqarimeve në lidhje me këtë hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, koha që kishim disponim përfundoi, na këtu do të ndalemi, inshallah taala në dersin e ardhshëm vazhdojmë atje ku kemi mbetë, duke lutur Allahun të na jep jetë të dobishme dhe vepra të mira, na jep sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami për të mësuar këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i madhëshëm na bashkoft me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam jannatul firdaus. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.